them të drejtën, dy gjëra e karakterizojnë punën time, do të thotë, ndoshta jo vetëm timen, por edhe të kompozitorëve të tjerë me shkurtën. Është një punë e vështirë edhe një e lehtë. E lehta është komponimi për te. Ti e shkruan këngën me 3 nota dhe ajo bën mrekulli prej asaj këngë, qoftë edhe me 3 nota. Puna e vështirë ka qenë në studio me te, sepse ajo asnjëherë nuk ka qenë e kënaqur me interpretimin e vet. Mund të them, aq sa më kujtohet, asnjëherë nuk ka dalë nga studio dhe më thonë është 100% e kënaqur, po kur ka qenë deri diku e kënaqur, atëherë ka dalë prej studios. Domethënë ajo ka qenë puna më e vështirë. E kërkon prej vetës që më këndu në perfekcion. Brenda 3-4 vite ka kriju identitetin e vet, ka kriju këngët e veta dhe është rruga shumë normale e një profesionistit, ta quaj, i cili e mbrin kulmin e vet. Kanë pas nga perëndimi, do të thotë, ndërsa këto ansamblet folklorike, cilët i dhanë një ta quaj, e pasunuar folklorin tonë me një mënyrë tjetër të interpretimit me ansambl të çiftelijave,